sporti. Vajzat që ftohen nëpër panelet televizive të sportit gjithmonë komentohen për mos të thënë tallen. Ti realisht merr vesh nga sporti? Me thënë të drejtën duket shumë e çuditshme dhe të gjithë njerëzit kur më shikojnë pyesin po ti ç'a bën? Je kot aty? Po që unë në vërtet marr vesh. Merr vesh nga sporti. Unë ndjek shumë shpesh sportet, i kam dikur që e vogël madje, me babin, me vëllezër. Merr vesh apo ti tregon Glen Albani këtë parë të futesh emision se gjërat më të reja nga maksimumi që më tregon Glenti është vetëm ç'a tematike kemi. Okay. Pra i gocë. Research është pjesa ime pastaj. Të vrasim këto paragjykimet për vajzat modele që shpesh herë etiketohen si jo të zgjuara dhe sa vështirë është ta thyesh këtë stereotip për mentalitetin shqiptar, që është në fakt i pranishëm në gjithë botën. I pranishëm dhe shumë i përhapur kudo, po edhe në vendin tonë në Shqipëri dihet që ka kudo vend si për modelizëm, si për çdo fushë të ndryshme, pra ka gjithmonë paragjykime, po që personalisht, nga ana ime personale, unë nuk jam ndikuar ndonjëherë. Po pse mendon që ka ngelur ky epitet për modelet? Mbase ndër breza, nuk e di, prishën gjeneratat, prishën brezat. Ka vërtet modele ignorante? Po edhe ka. Kemi parë për televizion e plot. Ti vazhdon studimet? Po, vazhdoj. Ende nis në tetor. Nis në tetor, që do të jetë çfarë profili do zgjedhësh? Besoj se shkenca politike. Shkenca politike. Për çfarë mendon ta shfrytëzosh më pas shkollën? Nuk e dihet, se jam edhe në pjesën e politikës, jam e gjithanshme, varësisht se unë stabilizojmë në një vend, i provoj të gjitha gjërat fushat e jetës. Mund të jesh ti një parlamentare seksi bionde në parlament, duke folur për legjislacione të reja. Çfarë ligji do të propozoje ti? A do mbetëm për të parë, duke parë edhe më mbrapa, sepse po shikojmë dita ditës se çdo gjë po ndryshon. Çfarë nuk ka ndodhur në Big Brother VIP? Djemtë janë puthur me njëri tjetrin, akuza të rënda, njerëzit kërkojnë të dinë ku ndodhet Eglitako. Do të diskutojmë vetëm pas pak me Sara Gjokën. Kështu që mos u largoni.